kryetari që mbet zgjedhjet i në shtëpi. Cili është neni dhe kush është paragrafi? Ta ja, që ti ke... Jam i sigurt. Po, neni 46, pika 8. Pika 8. Po. Ja, vetëm një sekund, se i kam gati më. Atëherë. Neni 46.8. Në rast se pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese qeverise, mandati përfundon menjëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetarit i përfundon mandati nuk lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partie. Jurist më kompetent që ta shpjegoj këtë, në Partinë Demokratike unë nuk kam për ta pyetur. Po, ka edhe të tjerë, ka goxha jurist Partia Demokratike, po me që jam unë këtu, po ata jurist janë, po asnjëri nga ata nuk ka qenë prokuror. Po jap mendimin tim. Në rastin konkret, ju referoni të kjo dispozitë e statutit. Ndërkohë që e shkputni këtë nga konteksti i përgjithshëm i rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2025. Çfarë duhet të them me këtë? Sigurisht nuk duhet i bi rrotull përgjigjes për tik nga thelbi i përgjigjes tuaj, po duhet të them atë që është e vërtetë për gjithë shqiptarët. Çfarë patëm në zgjedhjet e vitit 2025? Patëm unifikimin e funksioneve partisë shtet, patëm patronazhista, patëm shpenzim të fondeve të buxhetit shtetit, me ligj, me akt normativ, që nuk duhet bësh, patëm ndërhyrje në diasporë, patëm mungesë regjistrimesh nga sistemi, sepse mënyra si ishte ndërtu sistemi me filtrin e patronazhistit i bënte reject. Do thënë ju po thoni ato që thotë zoti Berisha që mua m'ka vjedhur zgjedhje, prandaj nuk e njoh. Të lutem. Ne kemi hyrë në parlament si Parti Demokratike, vendimi politik i Partisë Demokratike për disa arsye, ndër të cilat më kryesorët, edhe për mua, po për shumicën e vendimit, pra që ka qenë pjesa kryesore e arsyetimit për shkuar në këtë vendim, ka qenë e para dokumentimi i farsës zgjedhore. Dhe që ka farsë zgjedhore në Shqipëri, e besojnë shumë nga njerëzit e bashkëbiseduesit në jetën e përditshme dhe në televizionet tjera me radhë. E dyta është ndryshimi i kodit zgjedhor, sepse me këtë kod zgjedhor, me këtë formulë, me këto mekanizma që ka, vetë PD ka dhënë okay, no? Të lutem. Unë po flas për sot. Po jo, po PD ka dhënë okay për atë kod. PD jam dakord, e pranoj. Ju pranoj se ju duhet ta thoni kritikën tamam, se ju e masakroni qeverinë me drejtë. Okej. Po në një gjë për veten tuaj thonë. A ka mundësi që të pranojmë të drejtat dhe pastaj të faktet. Nxjerrim fakt, pastaj argumentimi mbi fakt është interesant. Nuk kemi sallë gjyqit që flet prokurori dhe dëgjojnë gjithë. Ktu mund edhe të shkëmbejmë në një polemikë. Jam shumë dakord. Bile edhe në sallën e gjyqit, parimi i kontradiktoritetit nuk e bën të do me thonë me forcë prevalente. Po i bie gjykati që i bie asaj dhe mbyllet goja, sa këtu unë jam, topin e kam unë, penaltiti gjuaj unë. Ja, gjyqtari është publiku dhe është populli. Në rastin konkret do dëgjoj të vërtetat e mia se shumica nga këto pjesë të bisedave të emisionit tuaj bëhen edhe reels. Edhe kapen edhe diskutojnë në moment. Sa i vëmendshëm që nga më tani problemi është i tillë. Dokumentimi i farsës zgjedhore i pari. E dyta, ndryshimi i kodit zgjedhor. Për të vazhduar atë që ju sapo thatë, të njëjtët ekspertë Partisë Demokratike janë prapë ekspertët lider të reformës zgjedhore. Është e vërtetë dhe kjo? Po. Se nuk po i shmangën të vërtetë. Jo, këto janë fakte, nuk janë opinione. Tani, e treta fare është dhe ligji për ndarjet administrative territoriale. Jo, ku hyn Berisha këtu se? Ja, ta shpjegoj se ku hyn Berisha. Pra këto tre element ka hyn Partia Demokratike në parlament. Për ndryshe, me këto zgjedhje nuk duhet hynte në parlament. Mirë po. 2025? Po. Po si do bësh deputeti? Edhe herë, ne garua, zgjedhjet ishin të pandershme, jo të rregullta dhe jo të lira, dhe këtë nuk e themi vetëm ne. Kur fitoni ju, quhet e ndershme, se edhe ju keni fituar. Jo, s'kam fituar. Je për deputet? Edhe herë, nëse fitoria konsiderohet si Arianit personal dhe unë po bëj një rrugtim të jetës time, rrëfim për rrugtimin e jetës time, jam dakord. Jo, do të pyesum për atë rrugtimin e jetës time, po ti u bëre deputet më parë. Po nëse unë flas si kandidat për X funksion në Partinë Demokratike apo si deputet përfaqësues i Partisë Demokratike, atëherë më lër të shpreh mendimin e Partisë Demokratike ku jemi sot. Jo, dakord unë të lë, po mund të mbaroj pas nesër nëse të lë kaq shumë. Të lutem, Partia Demokratike sot është në procesin e përmbylljes analizës që bëri. Pse se bën analizën fillim? Një ndër vërejtjet që na bënte elektorati dhe simpatizantët e tjerë. Pse se bën? Pse se bën fillim? Po ne dokumentuam farsën zgjedhore. Ju e pat vetë trenin bullgar, Elbasanin, atë komisionert,
keni pa dhe individ nga ana jonë që kanë ikë nga ikra në krahun tjetër. Pra i keni pa gjithë këto element se si kanë ndikuar në zgjedhje. Dhe përveç kësaj ju shihni edhe mënyrën se si impostohet në sjellje gjithë institucionet pavarur, presidenti, kryetari i kuvendit, etj. Me radhë, në funksion të një individi që është. Dhe kjo është arsye që Sali Berisha nuk duhet të largojë? Jo, se thash këtë. Po çfarë? Tani do të dalë ajo që tha. Pra, në diskutimin publik është orientuar si pikë kryesore debati që e keqja në Shqipëri është Sali Berisha. Unë me ta thonë drejtën edhe nga pikpamja fetare, edhe nga pikpamja Ju jeni katolik? Po, katolik, edhe nga pikpamja fetare, po edhe kam edhe feja muslimane. Edhe nga pikpamja fetare, edhe nga formimi im, unë mendoj që kulti individit duhet lënë i fundit. Është e vërtetë që në Partinë Demokratike ka kult individi. Kjo për arsye se realisht zoti Berisha ka vite në pushtet, ka kalu sfida të jashtëzakonshme të cilat kanë qenë të pabesueshme edhe për opinionin publik. Po pa diskutim. Se si mund të kaloshin. Pra ti ikesh me armë dhe të vish me votën e lirë këtij populli, tregon që ai është një shumë vërtet, absolutisht kjo nuk kthehet poshtë. Vlera të jashtëzakonshme. Po në këtë moment. E dyta, ja ta shpjegoj atë pjesën e momentit. Ja di si, domthon, po më duket si avokat, si prokuror, ha. Po unë nuk kam dalë këtu për të akuzuar Sali Berishën, unë kam dalë për t'ju përgjigj pyetjeve që bën në interesit publik. Kur flet prokurori ti dritën njerëzit, prokurori është i frikshëm tani, ata i se din, domethënë unë flas si gazetar i vjetër. Tani ti po flet si avokat. E kam mbyllur atë pjesë të prokurisë. Sot s'po bëj avokatin, sot po flas mendimin tim edhe si intelektual, edhe si deputet i Partisë Demokratike. Dhe po ja u them me shumë sinqeritet, ja të më gjojnë publiku, po kryesisht dua të më gjojnë kolegët e mi, që antarët Partisë Demokratike në forumet drejtuese. Në qoftë se në njërin nga ata del dhe punon më shumë nga pikpamja fizike dhe intelektuale, më shumë se sa Sali Berisha, ju kërkoj ndjes publikut se duket sikur jam të e mbrojtë dhe më duke bërë servil lekës. Pyesni duke filluar nga personeli më i afërt i doktorit, qoftë shoqëruesi, qoftë sekretarin e vet, se sa herë shkojnë te zyra e doktorit. Pra nuk e kam servilizëm. Ky është fakt. Një burr në moshën e tij, ku mosha për atë është vetëm për efekt pensioni dokumentar, po nga pikpamja fizike, ai bën volum pune më shumë se sa 2 Ky nuk është kulti i individit? Se ju folot... Edhe ja, nuk është kulti i individit. Unë po them realitetet të dalë një të mi kundërshtoj duke... Edhe ju thoni, s'ka djem, vajza, burra, gra, në PD që... Ka mjaft, aty do të dalë, të ajo zgjidhja që ju kërkoni. Pra, është orientu nga kreu i mazhorancës në Thojsa, Edi Rama që e keqja nëpërmjet portale, analisë është orientuar debati që e keqja në PD. Kjo nuk besoj. E thot Taulan Balla, e thot mënyrë të përsëritur. Por le ta thonë çfarë duan ata, ti ata dikojnë te ty ata. Okej. Ata dikojnë te ty. Atëherë pse duhet dikojnë te X person? Tek populli dhe tek opinioni publik dikojnë televizionet të gjitha marrë. Po jam unë se besoj. Ja, unë s'jam as me PD-n as me PS-n. Si zgjidhet kjo gjë në kënd vështrimin tim? E vetmja mënyrë për ta zgjidhur këtë gjë është pjesëmarrja e intelektualëve dhe vota. Partia Demokratike është parti i vote, po ju garantoj hidheni këtë donin votim, si donin votim, Sali Berisha do fitoj prapë kryetarin e Partisë Demokratike. Pse? Don juni duke thënë që në zgjedhjet ai ka mbështetje. 22 majit, mos gaboj, po. 22 maj janë zgjedhjet. Sali Berisha fiton. Në kënd vështrimin tim po. Tani Ervin Saliani duhet kandidat. Po. Dhe kjo është e sigurt. Do s'ka shanse thonë Saliani. Po, jo. Absolutisht. Fiton Sali Berisha. Absolutisht. Po mirë, si ju jeni jurist. Është e vërtetë. Kam kap një kleçk juridike unë. Po. Statuti thotë duhet largoj. Nga zgjedhjet e 11 majit deri më sot një antar i Partisë Demokratike, ish deputet, tha që unë mund ta hedh në gjyq Berishën. Sepse ai cili është ky? Po, unë nuk dua ta bëj publike sepse më ka kërkuar vet. Dua ta hedh në gjyq Sali Berishën, tha se nga 11 maj deri më sot tha është kryetar jo legjitim. Po. Si jurist, si përgjigjeni kësaj? Tani, si jurist, unë po të them vetëm këtë gjë. Po da shikojnë statutin se e shohin të veçuara 46-8. Ka dhe dispozita tjera statuti, edhe disa paragraf më lartë që tregojnë se kur marron mandatin në mënyrë të parakoshme, po edhe kur marron mandati si mas afatit 4 vjeçar. Po ka dhe disa kompetenca të ca organeve tjera siç janë Kuvendi Kombëtar dhe Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar është me 151 persona përfshirë dhe kryetarin e Partisë Demokratike dhe është organi kompetent që ka për detyrë të bëjë edhe ndryshimin e statutit dhe rregullave të partisë. Po. Kuvendi Kombëtar ka 1100 antar që zgjidhen nga përfaqësitë e kryesive të degëve përkatëse dhe këto janë organet më vendimmarrëse të Partisë Demokratike. Në qoftë se këta
ose gjithë antarësia në gjithë vendin arrin të marrë një vendim që ky të jetë kryetari i Partisë Demokratike, automatikisht i bie që këta kanë vullnetin dhe kanë dëshuar dhe dispozitën statutore që ju i rrini peng asaj që ky ka humbë. Pra, unë politikisht them, ky nuk i ka humbë zgjedhjet. Nuk e humbë zgjedhjet. Jo, nuk i ka humbë zgjedhjet. Dhe tregoj dhe arsyet pse si ka humbë, se ju keni pa gjitha këto. Edhe nga raporti ose duhet të ndryshohet. Ndërkohë, të lutem. Ndërkohë, ideja që duhet ndryshuar Sali Berisha apo dikush tjetër në Partinë Demokratike, unë e kam thonë, po e them publikisht. Këtë diskurs mund ta kisha bën përpara se sa të përfshisha në politikë. Dhe një njeri, realisht unë e konsideroj të rrethi i afërt jemi, më ka thonë shprehimisht, po nuk u përfshive ti, po nuk u përfshi Rolandi, më fali që u drejtohem me në emër, po su përfshi filani, atëherë si mundet që kjo partia të bëhet kështu siç e doni ju, me përjashtime. Pra, koncepti i demokracisë është vullneti i shumicës. Jo, e kuptoj atë dhe unë e vlerësoj që ju jeni bërë pjesë e politikës, po. Duhet pjesëmarrje e intelektualëve dhe intelektualët bëjnë që të flitet me zot ulët, të flitet me argument dhe mos të ketë më militant partie. Jo, një shqiptar që rrugtimin e vet e masin me sa orë miting kanë bërë dhe sa herë janë shtyr me policët. Okej, tani ky komisioni me zotin Bardhin krye. Po. Ju jeni dakord që ky të ndryshoj Nenin Basha, siç do thënë këtë 40. Nuk e ndryshon. Nuk të ndryshoj. Nuk e ndryshon ai komisioni. Ai komisioni thjesht është grupi. Po jep një lajm këtu. Të lutem. Nuk e ndryshon nga pikpamja e kompetencave, sepse ndryshon Këshilli Kombëtar. Si kompetencë ka Këshilli Kombëtar. Po mirë, Këshilli Kombëtar voton. Ta janë grupi, është si puna e grupit punës për kodin penal, për amnistia. Këshilli Kombëtar voton. Pikërisht, po se voton ata nuk ndryshohet. Po mirë, pra, do të thonë edhe një herë, po ta riformuloj pyetjen. Nëse komisioni drejtuar nga zoti Basha, nga zoti Bardhi, fakt nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh, edhe me Bashën ka qenë tani me Berishën njësoj. E thatë ju. Ju e thash unë, e thash, e mbaj unë këtë. E kam thënë dhe unë në një emision kërë të shëja, sa për djenin. Si e thëtë? E kam thënë që po ti ishte për mëkatar Ervin Saliani, janë dhe 3-4 figurat tjera të cilat kanë folë edhe më keq dhe kanë bërë më dëm individit, Sali Berishës, po në fakt Partisë Demokratike, dhe që janë sot me poste shumë më të larta drejtuese, kështu që mos u merakos. E bukur, shumë e bukur. Faleminderit që e the edhe këtu. Tani po thosha që komisioni drejtuar nga Gazmet Bardhi, nëse e shtron në Kuvendin Kombëtar që Neni 46, pra Neni Basha, të largohet, ju si do votoni? Do të shuhet si Nen. Ju si do votoni? Edhe herë që ta ndryshojnë që ta heqin dispozitën. Po, ta heqin fare. Do të thonë që nuk, nëse u mbet zgjedhjet vazhdon kryetari. Pra, e keni lexuar mirë në 44 se ka disa paragrafe në 44. Po kur thashëm që ti po flet si avokat, jo the ti. Ti s'po flet si prokuror. Vetëm në pikën 8 apo gjitha. Zyrën e avokatisë ke? Vazhdon është bashkëshortja ime. Ajo duhet të jetë zyrë e suksesshme. Me këto argumente që jeni ju i keni shumë të forta, zyra ndoja besoj duhet ta ketë.